Jo, unë thamë vetëm këtë gjë, përsa i përket PD-s në raport me PS-n, kjo është situatë krejtësisht tjetër. Sa doja edhe unë t'ju pyesja? Sepse situata është krejtësisht tjetër se me PS-n, një PD e tillë, e cila së pari ka një Shqipëria vetë ka pësu një hemoragji të jashtëzakonshme, ku gjithë qytetarët që kanë një lloj sens rebelizmi, sepse edhe ikja e këtyre të rinjve që kanë braktisur Shqipërinë është revolt, e heshtur është një farë mënyrë. Dhe kritika ime si qytetar është pse PD-ja nuk e lexon këtë gjë, këtu e kam problemin unë. Por PD-ja në raport me Edi Ramën ka ngecur në ngërtës për shkak krizës që kanë krijuar ndërkombëtarët. Sepse ndërkombëtarët nuk e njohin Sali Berishën si realitet politik. Spari. Dhe mos njohja e Berishës si realitet politik ka bërë edhe këtë bunkerizim. Pse nuk ishte Berisha, nuk ishte me ndërkombëtarët jom larg nga ambasadori i Kosovës, 30 prill. Po ishin gjithë partitë e djatha të botës. Gjithë partitë e djatha të botës, një pjesë e tyre janë në pushtet. Për institucionet e Bashkimit Evropian e gjitha këto. Po institucionet nga partitë përbërëse, nuk përbërë nga shoqëria civile. Zëvendës ambasadori atje. Ty s'ka ambasadori i Kosovës nuk ta fut asnjëherë në Selim. I Maqedonisë Veriut nuk ta fut asnjëherë në Selim, nuk po flas për ambasadorët e vendeve të BE-s. Po le tani, kriza ndërkohë, kjo krizë që ka Shqipëria është krizë e krijuar nga ndërkombëtarët. Edhe ky bunkerizimi i madh që po e kritikoj unë është si rezultat i kësaj gjëje. Se Berisha duke e kuptuar se ndërkombëtarët nuk i ka dhe po e mbajnë Edi Ramën një autokrat, pavarësisht drogës, pavarësisht pastrimit parave, pavarësisht korrupsionit, pavarësisht gjithçka e po qëndron pushtet dhe nuk del askush me një deklaratë vetëm për të bërë për Edi Ramën. Kjo është krizë ndërkombëtare që duhet ta kuptojmë dhe kjo krizë ndërkombëtare ka bunkerizuar dhe asfiksuar dhe Partinë Demokratike. Po pse nuk do ishte kjo krizë ndërkombëtare? Pse do kishte Berisha 82 vjeç interes për të futur betejës për kryetar partijet PD, do merrte Shqipërinë një 83 vjeçar tashmë cep nga vërmoshin konispor. Trumpi sa vjeç është? Po ç'lidhje ka? Presidenti i Shtetet Bashkuara të Amerikës. Efekti moshë është një argument banal që sillet në çdo tavolinë. Dhe është një argument që nuk ka peshë dhe nuk ka vlerë. Për arsye se ka të rinj që janë të plakur nga mendja, por ka një moshë të tillë si Sali Berisha, që është energjik, që është i thellë, që është i qartë, që është i pafundueshëm. Unë kam vetëm vretje kam që ka bunkerizuar partinë për shkak krizës që është krijuar, krizës ekzistenciale, tashmë që është krijuar.